Këto pamje tregojnë pasojat e sulmit me breshëri plumbash ndaj një lokali në krahas të fushkrujes në pronësi të Mondi Voga, i shoferi deputetit të zgjedhur Arjan Doja, në kohën kur ky i fundit ishte prokuror. Sulmi sipas raportimeve u shënua rreth orës 1 të mëngjesit të së premtes në një kohë kur në godinën që shërben dhe si hotel i pranishëm ka qenë dhe pronari me familjen që jetojnë aty. Drejt objektit, sipas të dhënave të para, u lëshuan të paktën 15 plumba, që fatmirësisht nuk dëmtuan njerëz, por shkaktuan vetëm dëme materiale. Autorët sipas të dhënave ishin të maskuar me kapuç, qelluan nga një kodër përballë dhe më pas janë larguar prej aty në këmbë, ndërsa më pas nuk përjashtohet mundësia të jenë ndihmuar për t'u larguar. Në dëshminë e parë në polici, 49 vjeçari Voga, ndër vite i njohur si i përfshirë në disa ngjarje, mësohet se ka qëndruar i rezervuar duke mos dhënë asnjë emër të mundshëm të personave që i dërguan mesazh me breshëri plumbash. Në këtë kushte mësohet se prokurorët i kanë shtrirë hetimet në disa pista të mundshme, mes të cilave raportohet dhe një dyshim për çështje pronësie. Mondi Voga, sipas të dhënave zyrtare të policisë, është një person me precedent të mëparshëm kriminal. Ai ka qenë një nga personat që ka dhunuar avokatin Ilia në vitin 2018 në Durrës, ndërsa në janar të vitit 2020 u arrestua në Tiranë me një pistolet pa leje, ndërsa udhëtonte në një makinë të blinduar. Policia tha se grupi hetimor i ngritur për rastin po analizon pamjet e kamerave të sigurisë të bizneseve përreth, me qëllim identifikimin e autorëve dhe motiveve të sulmit me armë.